Titujt kryesor të gazetave e njëjtë 4 maj 2017. Gazeta Panorama, vendimi i qeverisë rrogë e re minimale, sa do paguhet për pension për buxhetorët dhe privatët. Qeveria ka miratuar dje rritjen e pagës minimale për punonjësit e administratës shtetërore dhe atyre në sektorin privat. Rroga e re minimale do të jetë 24.000 lekë në muaj. Efekti nis nga 1 maj 2017, sa rritet paga me orare për punonjësit me punë të pjesshme. Shtohet dhe pagesa e kontributit për sigurimet shoqërore. Si ndikon vendimi i qeverisë për të vetë punësuarit dhe fermerët? Marrëveshja pezull në presidencë, Rama i ofron Bashës zëvendës kryeministrin teknik dhe 4 zëvendës ministra. Zbardhet takimi me presidentin. Basha ofertë më e ulët se ajo e McAllister. Rama humbët kohën. Vasili, kryetari i LSI-s, Meta tentuan ta na eliminonin pa besit si kthyem në akmarrje. Konventa e LSI-s zgjedh kryetarin e ri. Zgjedhjet më 7 maj, Basha flet për çlirim në kavaj, Ahmetaj PD jo presion të votuesit. Tiranë, Kredit e Buta nis për zgjedhje e fituesve. Vjeri vretnuese nuk më shërbente siç duhet. Skandalet seksuale dhe politike, Luiza Xhuvani rikthehet në teatr me gjastë dhe një raund në distancë, të mbjetosh në tek të absurdit. Gazeta Shekulli pronat 170 objektet për kompensim. Ja lista në 11 qarqet e vendit nga ish hotelet dhe deri te laboratorët, procedura si fitohet. ATP publikon hartën se ku ndodhen godinat që do t'i jepen shtresës së shpronësuar. 3 orët e negociatave dështon tryeza, Rama të riqet nga ofertat e ndërkombëtarëve, çfarë u biseduar në praninë të presidentit. Rrëzimi i variantit të parë nga kryeministri dhe skema me zëvendës ministra. Basha zgjedhjet në shtator dhe qeveri teknike. Vendimi rritet paga minimale, shtohen kontributet e punonjësve. Tragjedi në Kurbin, vjerri i merr jetën nusës së djalit, 76 vjeçari godet me lev 42 vjeçare nënën e 2 fëmijëve. Çfarë deklaroi në polici pas ngjarjes makabre? Polikronçele, udhimbit e kraharorit, herpesi, shënandonit dhe kurimit e fëmijët. Kontestimi, shkarkimet të lëvizjet në polici të larguarit refuzojnë emërimet. Maqedoni, Xhaferi merr zyrën në kuvent, Brukseli të formohet qeveria e re. Gazeta shqiptare ishte për ndjekurit 1000 përfituesit e rinj. Financat trashëgimtare duhet të plotësojnë dosjen brenda 3 muajve. Lista e plot me emrat që presin këstin e dytë të dëmshpërblimit dhe mangësitë që kanë në dokumente. Dokumentet dorëzohen në Ministrinë e Financave. Meta, fjalimi i fundit si kryetari i LSI-s, ja kë falenderoj. Si futën në kurth VIP-at nga femrat e huaja, Artan Dashi prezantohen si studente në Francë, njëri nga kavaja pagoi 500 euro. Specialisti i policisë u bën shantazh me video intime. Vrau me lev në kokë nusën e djalit, arrestohet 75 vjeçari nga Kurbini. Libra pse është shkollë politike. Intelektual të përdorur dhe të vetë përdorur. Vendimi i qeverisë mësuesve u rritet masa e kompensimit për transportin. Norma e re e pagës minimale shkon 24.000 lekë. Kush përfiton? Ish pronarët 24.000 dosjet në shqyrtim dhe përfituesit. ATP statusi çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Shqiptarja.com, s'ka marrëveshje, Basha refuzon ofertën e re të Edi Ramës, 3 orë negociata në tryezën e Nishanit. Kryeministri ofron opozitës një zëvendës kryeministër të saj, i cili do drejtojë task forcën për monitorimin e ministrive, policisë, burgjeve dhe arsimin si garanci. Basha kërkon qeveri teknike dhe shtyrje të zgjedhjeve. Kryeministri s'ka shtyrje zgjedhjesh, ja deri kur e presin PD-n. Kreu i PD-s, Rama autoroi që edhe nga propozimet e javës kaluar. Lotaria Amerikane, ambasada ka edhe një shans për humbësit. Rritet 9% paga minimale në shkallë vendi në 24.000 lekë. Rama kandidatëve me 71 mandate qeverisim 4 vjet, me 100 asnjë vit. Ilir Meta mban fjalimin e fundit si kryetari i LSI-s. Krerët e shtetit dëshmitar në gjyqin e Frokut, Doshit dhe Durim Bamit. Gazeta Dita, qeveria nuk është tort. Dështon takimi Rama Basha, ja çfarë i ofrua Çadrës pas 3 orë negociatash. Detajet e takimit të djeshëm dhe analiza e asaj që ndodhi aty brenda. Nëse historia përsëritet, le të rivi ashtu si ka ndodhur, pa borxhe. 5 maj, historia e 2 partizanëve, Mesaret Ymeraj e Feride Begaj. Vendimi i qeverisë, shtesat mbi pagë për mësuesit dhe edukatorët. Si ndryshon paga minimale pas miratimit të rritjes 24.000 lekë. Meta i falenderon, Thabit Broka ja pse ikëm nga LSI unë dhe Plum Xhufi. Çlirimi i kështjellës së Vlorës dhe Kaninës. Vargje për ata që mëshillojnë me gur, me robaze, PD po bën lojën e Putinit në Tiranë, por mos prisni të ndodh ataja. Gazeta Tema, Lulzim Basha përmbys tryezën e negociatave, sulmon BE-n dhe bën thirrje për luftë në kavaj. Merita e vetme e Lulzim Bashës nga Merobaze, Andi Bushati, joja si dënim për Bashën. Partak Ngjela, Amerika do përdor forcën ndaj Berishës e Bashës, siç gjunjëzoi Ivanovin. Lorenz Vangjeli nga maji 1945 në Berlin tek maji gjerman i Tiranës 2017. Tanja Fajon, BE-ja do të ndërmarrë veprime të forta që të mos ketë incidente të dhunshme si në Maqedoni, zgjedhjet pa PD-n legjitime. Fatos Nano, anija e vjetër e Berishës po mbytet, shpresojmë mos natallin brezat e ardhshëm. Lëvizje të tjera në policie dhe pas shkarkimeve të 29 drejtuesve të lartë. Meta ikën nga LSI, falënderime nga Monika deri në Skrapar. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, ja si e mbështeti Çadra refuzimin e Lulit. Blendi Fevziu, tani PD si ka mbetur revolta masive popullore. Mapo, negociatat, rikthim në pikën 0, kriza, oferta e Ramës dhe pse nuk pranoi Basha. Edi Rama tha se ofroi një mekanizëm të tërë për të kryer monitorim mbi zgjedhjet, por Lulzim Basha u shpreh se kryeministri u tërhoq edhe nga propozimet e javës kaluar. Pas 3 orësh takim në presidencë ka dakordsi vetëm që negociatat mes tyre të vijojnë.
Ambasada britanike merrni pjesë në zgjedhje, shmangni dhunën. Fajon, politikanët e përgjegjshëm duhet të zgjidhin krizën. Arbitra gjerman për ndeshjen që vendos Superligën. Meta ndahet me LSI-n si president për parësimer dialogu. Ultimatumet në politik nuk duhen shpaguar. Shpëtoni Partinë Demokratike, e majta reformiste mund të triumfojë por duke e hedhur në kosht Pikettin. Pas diktatorëve kërkon rusët e tij në komunizmin shqiptar, Aleksandr Sokurov. Skenari për vrasjen e Doshit, prokuroria të dëshmojnë Meta, Rama e Berisha. Gazeta Sot dështojnë tentativat e fundit, nuk ka marrëveshje PSPD, Lulzim Basha nuk të rriqet nga qeveria teknike dhe paralajmëron dhunë në Kavaj. Qeveria teknike përplas Bashën me aleatët, Duka nuk shkon në takim, krerët e tjerë të paqartë mbi veprimet e liderit demokrat. Zbardhen detajet ja diskutimet në presidencë, Edi Rama i ofroi Bashës postin e Peleshit dhe të zëvendës ministrave, data e zgjedhjeve ndau palët. Berisha mban peng Bashën për negociatat, kreu i PD-s në çdo takim merr urdhra nga ish kryeministri për të mos u futur në zgjedhje. PS çel në 9 maj zyrtarisht fushatën, mbledh në Durrës kongresin, shumica e ministrave nuk do marrin më poste. Rama prezanton kandidatët për deputet, zgjedhjet nuk shtyhen, s'duan vota që nuk janë të PS-s. Dash, Brukseli dhe Londra ultimatum PD-s për të mos bojkotuar zgjedhjet. LSI paralajmëron socialistët në zgjedhje për të marrë qeverinë, Meta përmend bashkëpunimin me Berishën. Prokuroria dërgon në gjykat dosjen për Tom Doshin, kërkohet dëshmia e Ramës, Metës, Berishës dhe Llallës. Thellohet përplasja KQZ prokurori, rrëzohet kërkesa e Adriatik Llallës për mandatin e Vladimir Kostës, rrezikohen deputetët e PDU-s. Rritet borxhi i bizneseve në janar-mars, 15 miliard lekë të papaguara në tatime. Eksperiment për një Jugosllavi tjetër, të deklasuarit e djeshëm dhe të vetë deklasifikuarit demokrat sot. Koajon, negociatat dështojnë opozita drejt Kavajës, ikën Ilir Meta me një fjalim emocionues, zgjidhet Petrit Vasili kryetar dhe Monika Kryemadhe i zëvendës kryetare e parë e LSI-s. Petrit Vasili, LSI do të jetë forcë e parë politike në zgjedhjet e 18 qershorit. Koment, nga maji 1945 në Berlin tek maji Gjermani Tiranës 2017. Opinion po tani nga Blendi Fevziu. Punësimi, ministrja Xhaçka nënshkruar marrëveshjen me ambasadoren gjermane 4.5 milion euro për arsimin profesional. 3 orët e negociatave, Rama Basha në presidencë që nuk e zgjidhin krizën. Telegraf, dështojnë negociatat, Rama Basha, pas 3 orë bisedimesh palët nuk lëvizin nga qëndrimet, Berisha reagon i pari, Rama nuk do zgjidhje politike, Edi Rama, opozitës i dham të gjitha mundësit, Blushi Rama Basha si shkrepsja me cigaren. Ilir Meta, presidenti i Stabilitetit dhe Demokracisë, konventa e LSI-s, zgjodhi kryetarin e ri Petrit Vasili dhe nën kryetare Monika Kryemadhin. Meta, LSI lindi si sfidë ndaj arrogancës, Vasili modestia dhe këmbgulja armët e fitores. Profesor Luftullah Peza çadra e PD-s për ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe 16 çështjet që duan zgjidhje urgjente. Plan masash për të dielën policia e shtetit zbarkon me ekspert dhe forca speciale në Kavaj për të garantuar zgjedhjet. Koncesionet në mjeksi, bizneset e Nushit trajtohen si veprimtari humanitare, janë përjashtuar nga detyrimet fiskale për 10 vjet. Ja siç duken milionat e taksapaguesve, drejtësia të hap dosjet e 113.000 prokurimeve të zhvilluara në 10 vitet e fundit, të sajuara dhe dhënë me letra falso nga skuta ligjore me emërtesën tender. Media e lirë garant për shoqëri të sigurt për atdetarin Muslim Ulosmanaj. 55, Rama përballë popullit, të dielën orën 11 të gjithë në Kavaj ta çlirojmë nga krimi dhe droga. Kronika, Rama tërhiqet edhe nga oferta me Kalister, po shkohet drejt destabilizimit. Berisha, karrika e Noriegës në Shqipërisë po e shtyn vendin drejt humnerës. Po sosen ditët e qeverisë së mbrapsht dhe antikombëtare. Zyri i Shehit nuk i ndahet shpirti nga Kavaja e demokracisë. A e rithemeluan mirëditorët Gjakovën? Zgjedhjet e lira në shënjestrën e Kremlinit. Hillary Clinton merr përgjegjësi për humbjen por fajson Rusin dhe FBI-n. 3 rrënjët e Frontit Nacional të Le Pen. Në kuadrin e 120 vjetorit të lindjes Ago Shero Agaj, dëshmon njeriu që i shpëtoi jetën Ziadin Seles e larguan pasi udhëtashi ka vdekur. Regjistri në punë armiq qëndronte në kryeministri. Rilindja demokratike, narko-republika do shembet. Pas zgjidhje politike nuk do të ketë zgjedhje, mendje kritike për ndryshime kritike. Kavaja do të çlirohet nga krimi më 7 maj. Karrika e Noriegës së Shqipërisë po shtyn vendin drejt humnerës. Lobuesi i Ramës në listën e zezë të SBA-s, kush është Harri? Schlau, pastruesi i parave të Ramës që po lobon në Berlin. Forca e protestës në poshtë landfillin e plerave në Fier. NATO, Shqipëria të zgjidh krizën politike. Urdhër policëve plotësonin formularet për votat. Integrimi, konventa kombëtare e LSI-s, Petrit Vasili zgjidhet kryetari i ri i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Gjithashtu me votim unanim u zgjodhe Monika Kryemadhe, zëvendës kryetare e LSI-s. Petrit Vasili, LSI do të jetë forcë e parë, armët tona janë modestia, këmbgulja, thjeshtësia. Monika Kryemadhe, LSI garante e stabilitetit, misioni ynë është që të punojmë për njerëzit. Ilir Meta, LSI duhet të jetë forca që mban fjalën, edhe në të ardhmen i jepni politikës më shumë humanizëm, vlera morale dhe njerëzore. Panorama Sport, Higuain, princi Monakos, Juvja presion Realit. Hasan Belliu, Jorgjina hoqi titullin për një vend në tatime. Presidenti i Teutës reagon ashpër pas intervistës publike të arbitrit të FIFA-s. 5 vite më parë dha trofeun Skënderbeut se i premtuan punësim ku donte. Gjyqtarët nuk kanë më frikë, tani dyshoj shumë te kolegët e mi.
Reagimet pas notave të Jorgjit, Pashklaska duhet përjashtuar gjysma e gjyqtarëve, luftëtari propozon një ndeshje mes arbitrave dhe presidentëve. Drejtori Koçarëve menduam që Enea e ka mik Ilirdajën, flamurtari, kaos me rrogat, Idrizi është në dorën e bashkisë, Kuksi në shtetërrethim, Mazreka e ka probleme. Gilberto, Tirana merr 1 pikë në Vlorë. Zbardhen mesazhet, akuzat për përdhunim, Ronaldo si prishin festën. Sport Express, fluturim për në Cardiff, Higuain bën fenomenin, Dani Alves duron pasimet finale në fitoren 2-0, Buffon mbush 100 ndeshje në Champions dhe Juventusi nuk pëson gol prej më shumë se 600 minutas, Champions League, Monaco Juventus 0-2. Partizani Kuksi, Demi karikon të kuq, Starova e izolon. Analiza e Hasan Gjikës, Partizani favorit, barazimi favorizojnë Kuksin dhe Skënderbeun, Page bën llogarit, vetëm humbja jo. Superiore, momenti art, loja dhe gola, ja si e fitoi Daja Skënderbeun. Vllaznia, Grima optimist, vendi 4 të ndej mundshëm, flamurtari. Idrizi apel për privatizim, 3 vjet sponsor absurde, e ardhmja bardhe blu e tashmja gri, por Tirana mendon merkaton e verës. Europa Liga, Ajaxi Mahnit dhe prek finalen sot e ka radhën Mourinho. Champions League, Ank të Reali, kapiteni Ramos rrezikon të mbas finalen.